Përshëndetje të nderuar shikues, Infodesk mirë se po takohemi edhe sonte. Fillimisht do të ndjekim titujt kryesor që kanë karakterizuar ditën e sotme për të kthyer në studio. Për të folur në lidhje fillimisht me çështjet që kanë të bëjnë me banën në Kosovë, a janë rritur çmimet e banave apo po vazhdon të përdoret çmimet që kanë qenë aktuale për këto dhe shumë çështje të tjera që kanë të bëjnë edhe me politikat në vend. Do të kemi të ftuarit e radhës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti sërish ka refuzuar të përgjigjet për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Kurti mori pjesë në nisjen e ndërtimeve të objekteve për banim të përballueshëm. Prej 38 komunave, vetëm 13 kanë aplikuar për banim të përballueshëm edhe social. Është për të ardhur keq, meqenëse se çiftet e reja, prindrit vetushqyes, anën ban Kosovës kanë nevojë për banim të përballueshëm edhe social. Me këtë rast, ne po dëshmojmë që më e madhe është oferta e qeverisë se sa kërkesa e komunave. I bie që parafërsisht prej 3 komunave, vetëm njëra prej tyre kërkon, aplikon banim të përballueshëm e social, ndërka që 2 prej tyre nuk e bëjnë këtë gjë. Fatmirësisht, Podujeva e ka bërë aplikimin dhe tash po e fillon realizimin. E për ato çështjet e tjera të bllokimeve janë në Prishtinë, ne jemi për ndërtim këto. Aty u pyet në lidhje me takimin me presidentën Vjosa Osmani dhe nëse ndjehet përgjegjës lidhur me ngërshim politik. Në këto 2 llote apo ndërtesa që do të jenë në këtë hapësirë ku ndodhemi këtu bashkë sot, do të ketë në njërën prej tyre 70 njësi banesore, ndërka që në tjetrën 63 njësi, pra gjithsej 133 njësi banimi, nga të cilat 106 janë banim të përballueshëm, ndërka që 27 janë banim social. 4 lloje të banesave do të jenë, banesa 53 metra katror, 66 metra katror, 77 metra katror dhe 87 metra katror, me që rast më shumë se gjysma, 55% do t'jenë këso banesash nga 77 metra katror. Kuvendi i Kosovës nuk arriti të konstituohet asdje në përpjekjen e 18. Seanca u ndërprer dhe vazhdimi i saj do të mbahet nesër në orën 11. Për shkak të shqetësimeve ngritura nga qytetarët e Republikës Kosovës dhe raportimeve të shumta nëpër media, autoriteti ka intensifikuar aktivitetet e tij për monitorimin e tregjeve ku ka shqetësime. Aktualisht është duke u zhvilluar një analizë e thelluar e mbi 20 produkteve ushqimore, domethënë produkteve bazë ushqimore, për të analizuar edhe arsyet e ngritjes së çmimit të tyre. Gjithashtu në kuadër të shqetësimeve që I kemi pranuar, ka filluar edhe monitorimi I tregut të bukës, domethënë autoriteti është në proces të mbledhjes së informatave për të vlerësuar nëse rritjet e çmimit të produkteve, domethënë në këtë rast të bukës, në këtë sektor janë të arsyetuara apo në kundërshtim me ligjin për mbrojtjen e konkurrencës. Në kuadër të kësaj përpos bukës, kemi fillu me monitorimin e tregut, domethënë është një monitorim edhe në sektorin, domethënë në produktin e kafës. Edhe te kafja e kemi pas një shqetësim, domethënë sektorin e gastronomisë, me theks veçantë në rritjen e çmimit të kafës është në vëzhgim pe autoritetit. Inspektorët e autoritetit çdo ditë tani më janë në terren edhe janë duke zhvilluar në qytetet ndryshme intervista edhe janë duke zhvilluar, duke mbledh dhëna prej ndërmarrjeve për arsyet e ngritjes së këtyre çmimeve.
Mustafa nënvizoi se institucioni që ai përfaqëson nuk ka mandat për të ulur apo përcaktuar çmime, por sipas tij është përgjegjës për të ndërhyrë kur këto çmime vendosen në mënyrë të palegjshme apo të bashkërënduara. Pas përfundimit të analizës dhe grumbullimit të këtyre informatave si në sektorin e gastronomisë, si në sektorin e bukës, po edhe në sektor tjerë që nuk do t'jenë të përjashtuar, nëse identifikohen shkeljet ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, atëherë autoritetit do të ndërmarrë veprimet e nevojshme ligjore në përputhje me kompetencat që ne i kemi. Domethënë, autoriteti nuk ka mandat për mi përcaktu çmimet ose për mi ul çmimet e ndërmarrjeve, por ne ndërhyjmë kur çmimet përcaktohen në mënyrë të bashkërënduar ose artificiale nga ndërmarrjet konkurrente në kundërshtim me nenin 5 ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Domethënë në këtë rast janë dy nene të ligjit tonë që neve na involvojnë me reagu kur kemi dyshime për fiksim ose ndonjë shkelje të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Është neni 5 i ligjit për mbrojtjen e konkurrencës që janë marrëveshjet e ndalume. Marrëveshjet ndalume është njëra nga format kur ndërmarrjet shkelin ligjin për mbrojtjen e konkurrencës, duke u dakordu me konkurrentët për me i fiksu çmimet, mi nda tregjet ose forma të ndryshme të marrëveshjeve ndalume. Në kuadër të kësaj, ai përmendi edhe nenin 9, që ndalon keqpërdorimin e pozitës dominuese, veçanërisht kur një kompani me mbi 40% të tregut shet me çmime nën kosto për të dëmtuar ose larguar konkurrentët. Në fund, ai siguron qytetarët se autoriteti mbetet i përkushtuar në mbrojtjen e konkurrencës, konsumatorit dhe funksionimit të drejtë të tregut. Pas përfundimit të analizës dhe grumbullimit të këtyre informatave si në sektorin e gastronomisë, si në sektorin e bukës, po edhe në sektor tjerë që nuk do t'jenë të përjashtuar, nëse identifikohen shkeljet ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, atëherë autoritetit do të ndërmarrë veprimet e nevojshme ligjore në përputhje me kompetencat që ne i kemi. Domethënë, autoriteti nuk ka mandat për mi përcaktu çmimet ose për mi ul çmimet e ndërmarrjeve, por ne ndërhyjmë kur çmimet përcaktohen në mënyrë të bashkërënduar ose artificiale nga ndërmarrjet konkurrente në kundërshtim me nenin 5 ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Domethënë në këtë rast janë dy nene të ligjit tonë që neve na involvojnë me reagu kur kemi dyshime për fiksim ose ndonjë shkelje të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Është neni 5 i ligjit për mbrojtjen e konkurrencës që janë marrëveshjet e ndalume. Marrëveshjet ndalume është njëra nga format kur ndërmarrjet shkelin ligjin për mbrojtjen e konkurrencës, duke u dakordu me konkurrentët për me i fiksu çmimet, mi nda tregjet ose forma të ndryshme të marrëveshjeve ndalume. Rritja prej 16.1% e çmimit të energjisë elektrike në Kosovë ka shkaktuar një val të re të inflacionit, duke ndikuar në ngritje të çmimeve për produktet bazike të vendit. Ditë më parë raportoi se shtrejtimi i rrymës ka ndikuar në ngritjen e çmimeve për disa produkte esenciale, përfshirë produktet e bukës dhe kafës deri në 50%. Negocimi i marrëveshjes së Kosovës me Bashkimin Evropian në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor nuk mund të kthehet në pikën zero, pavarësisht vonesave për ratifikimin e saj në parlament, thon nga qeveria në detyrë. Në anën tjetër, në blog deklarojnë se po presin në ratifikimin e marrëveshjes në Kuvendin e Kosovës në mënyrë që të disbursojnë mjetet e parafinancimit prej 61 milion euro. Disbursimi i mjeteve të parafinancimit për Kosovën është i ndërlidhur me miratimin e dy marrëveshjeve ndërkombëtare në Kuvend, të cilat për shkak të pamundësisë së konstituimit të legjislaturës së nëntë nuk mund të ndodhin tani. Kjo situatë, sipas njohësve të integrimeve evropiane, nëse vazhdon edhe më tutje, do të rrezikojë marrjen e këtyre fondeve. Plani i rritjes është një kornizë e re e Bashkimit Evropian për përshpejtimin e reformave për integrim evropian të rajonit, që kombinon reformat me kontribut drejt për drejt financiar nga fondet e BE-s në buxhetet e vendeve përfituese dhe projektet investuese. Me zbatimin e këtyre reformave, Kosova do të përfitojë deri në 882.6 milion euro fonde të BE-s. Nga kjo shumë totale, 253.3 milion euro janë
Holande, ndërsa pjesa tjetër prej 629.3 milion euro janë hua afagjata. Vonesat në marrjen e këtyre mjeteve sipas Klisman Kadiut, këshilltari i zëvendës kryeministrit në detyrë Besnik Bislimi, po ndodhin si pasojë e bllokimit nga opozita të rrugës për formimin e institucioneve, e cila siç tha ai, ka një dëm të dukshëm për marrjen e fondeve dhe avancimin e reformave të integrimit evropian. Për shkak të kësaj situate, por edhe nevojave të brendshme, sipas analistit politik Dora Jatimeri, themelimi i institucioneve të reja pas zgjedhjeve të nënshkurtit është urgjencë. Konstituimin e kuvendit sepse në atë institucion kryen këto veprimtari. Prandaj është fort e rëndësishme për Kosovën që sa më parë jetë e mundur, madje që në herën e ardhshme të konstituojë plotësisht kuvendin e Kosovës dhe brenda ditëve sa janë precizuar në kushtetutë të mund të formojë dhe qeverinë e Kosovës në mënyrë që Kosova të japë përgjigje Bashkimit Evropian, por edhe nevojave të tjera të cilat lidhen me qeverisjen. Qeveria e Kosovës ka negociuar dhe aprovuar që në tetor të vitit të kaluar agjendën e reformave me Bashkimin Evropian për planin e rritjes, si dhe si e tillë ajo është aprovuar me vendim nga Komisioni Evropian. Në hapat e radhës janë 2 marrëveshje që duhet të ratifikohen nga kuvendi. E para është marrëveshja për instrumentin e planit të rritjes, e cila është nënshkruar nga Qeveria dhe Komisioni Evropian dhe është dërguar në kuvend që në dhjetor të vitit 2024. E dyta është ajo për ratifikimin e marrëveshjes për hua. Konstituimi i kuvendit ka ngecur pasi lëvizja vetëvendosje nuk po arrin të sigurojë 61 votat e nevojshme për të zgjedhur Albulena Haxhiun kryetare të kuvendit. Partitë që deri më tash ishin në opozitë po kërkojnë një kandidate tjetër, pasi sipas tyre Albulena Haxhiu është një emër i papranueshëm.